Radio. DJ Vini në pultin e transmetimit gjithmonë dhe është kënaqësi ta kemi. Jemi në orën e fundit të dashur miq. Jemi në orën e shëndetpaçit, në orën e telefonatave, në orën ku ne bëhemi njësh me popullin, me hallet, problemet, dëshirat, entuziazmet dhe pse jo mendimet e tyre pra kundër siç është tek aktualiteti etj. Kështu që jo vetëm thjesht na dëgjoni, po edhe na merrni në telefon se ne do të jemi deri në orën 20, deri në orën 8, kështu që kemi dhe plot një orë kohë që të ndajmë së bashku. Po. Edhe ndërsa numri i telefonit për gjithë ata që kanë dëshirë të komunikojnë me neve në rubrikën Shëndetpaç është 069 20 47 299. Ky është numri i telefonit. 47 299. Ky është numri i telefonit. Deri në orën 8 këtu na keni, ëh? Kështu që në orën 8 jemi këtu dhe mbi të gjitha jemi live, jemi regjistrim. Si mund t'ja vërtetosh një mosbesuesi që e live? Ja, apçu. Shëndet. Po jo, jo. Thuaj tash. O vllai, shif majtas. Busjesh. Ajo goca që është me Range Rover. Është e lidhur me vlla, mos u lodh. Vazhdo ec. Kujdes se futesh shtyllës, shoku. Është një me golf. Një me golf, ajo është beqaje. Ja, po bieshi, po bien ca pikashiu. Ca pikashiu ran mbi qesh. Po, dhe ndërkohë dielli s'ka perënduar ende. Po. Sepse nuk ka perënduar. Jo, do më thënë është në grahmat e fundit të perëndimit. Po nuk duket mirë se ka re edhe kështu. Por nga që dita po i merr natës. Ka marr edhe ne gjithmonë kemi qenë natën dhe nuk e kishim parë kur ditën. Cubi në aktualitetin albanez. Qyqja. Vini, hap çadrën Vision, hap çadrën. Jemi live. Shkreptiu Vini. Flasi dhe këtu brenda në studio. Shkreptiu Vini valla. Ore Vini po sa të fortë kishe more. Ja kape rufen Vini direkt, Pas ka hedh shumë krip Vini. Kjo Cubi nuk e di domethënë. Unë nuk kam fjalë ta përshkruaj një qenie si Cubi. Është vërtet, është një banalitet që lëviz me dy këmbë. O Vini, më fal, edhe ty duhet të dëgjoj njerëzit, jo vetëm ne ndërkohë. Si çfarë tha Vini tani? Ka mashkull që thotë kom të but, po Vino. Edhe kjo me faza është Mervin. Ka momente ku zbutet. Ka një mosh ku nejse. Jo mosh moj ti. Ka. Berlusconi ishte me buton që pulsonte gjak atje, vetëm që mos pinte Viagra se i dëmtonin zemrën. Ai diti që Berlusconi ka qenë me aktivitet krevati të vazhdueshëm deri në gramat e fundit të jetës. 85 vjeç. Sepse kishte, realisht kishte bërë. Po Berlusconi bënte edhe ca gjëra të tjera. Nga ana mjekësore kishte krijuar një buton i cili pulsonte gjakun në zonën. Po dakord, po ne tani njerëzit e thjesht, për shembull babai im. Si ta bëj këtë buton? Si e ka emrin babi? Hamit i shkret si ta bëj këtë butonin. I dashur Hamit, ti s'ke lek për me bë këtë butonin që ka bë Berlusconi. Por ama ti mund t'i blesh, si e ka emrin mami? Ti mund t'i blesh gzime si pal shertier. Dhe shtriunë në krevat dhe shikojni dhe kënaquni. Dhe hapi një volumi në gjestit dhe eglit. Ja pra njerëz sa po e vërtetuat që jemi live. Dhe besoj se Hamiti do shkoj lart, shumë lart. Dhe me që jemi po flasim për Hamitin, Tepelen shkojmë pak në Gjirokastër, se ti e di që unë Gjirokastër ne kam pikë të dobët Visian. Patjetër, Gjirokastër është Gjirokastër. Po, është mbreti, nejse. Nuk e di nëse ti e di që ekziston një fshat në rrethin e Gjirokastrës që ka një bukuri natyrore të jashtëzakonshme Visian. Vërtet. Po. Si quhet? Por prit, përpara se të them se si quhet, është për të ardhur keq sepse po boshatiset. Vërtet. Po braktiset i gjithi. Wow, gjuna. Dhe ky fshat quhet Hundkuq. Si më? Hundkuq ma. Hundkuq. Hundkuq. Po ka lidhje me Vitkuqin? Si fshat? Apo janë dy zonë ndryshme? Janë dy zona të ndryshme, po thellë janë kushurin, po të largët. Hundkuq, në Gjirokastër. I kanë bashkuar kuqasit bashkë. Dhe është boshatisur si zonë, Po, është braktisur thuajse fare. Pra s'ka më hundkuqas në Hundkuq? Ka po në numër shumë të vogël. Disa ka pasur dikur. Sa ka pasur? Disa fshat i madh ka qenë më Vision. Vërtet. Por se unë kam vizituar vet. Ka qenë një fshat me plot
plot. 200 banor. 200 banor, 200 hund kuqër. 200 hund kuqër. Vërtet. Në Gjirokastër, si flasin si ne, besoj njerëzit normal. Shqip flasin. Edhe ruajnë shqipen e lashtë, pa të lashtën fare. Ruajnë shqipen e lashtë, hund kuqasit. I përshëndesim ata pak hund kuqas që ai sa kanë mbetur, dhe hund kuqasit që janë larguar, u themi, pika që su bie. Ktheuni në vendin tuaj. Sepse kush do e mbushi hund kuqen? Po se mbushet ju. Kush? Nga hund kuqas po bëni hund verdhër. M'fal, subsash metri tokës. Është rritur, po, është rritur. Po jo më do e ulur se s'ka më banor, me çfarë logjike funksionon ti? Shiko, janë të kundërt andaj, jo Vision, e disa popull i çuditshëm janë më. Më dëgjoj mua, e di se sa ka shkuar. Sa ka shkuar? Se ka pyetur një kushëri im, donte të blinte atje. Kishte shkuar plot 7500 lek metri. 7500 lek me hund kuq. Po jo, mi motra 7500 lek merr super tokë. Ngjit me liçenin. Po jo euro, Vision, po flasim me lek. Lek pra. 7500 ti merr edhe këtu. Tok kodër, ngjit me një pelg. Me hund verdhut. Ta këtu në fshatin Verdhaluc. Verdhuq. Shiko, do të qeras me një super gjë. Më qeras, po. Do të qeras me një super gjë, po e di si është sa shishme është? O të vetëm ta hap gojen dhe shijoje, publicitet. Publicitet. Mia, mund të më merrni tani në telefon, unë edhe Visiani në rubrikën tonë Shëndet Paç. Telefononi në numrin 069 2047 299. Kemi një telefonat. Kemi një telefonat? Ua, sa të shkatët që jeni. Alo, mirë mbrëma. Po puna ser, si e la, mirini? Mirë, si e ti? Nga na telefonon? Mirë, faleminderit. Nga na telefonon? Të telefonoj nga qyteti madh i Gjirokastrës. Për katësisht e dashur. Po? Nga fshati. Nga fshati, nga cili fshat? Nga cili fshat? Në kultur. I hund kuqit në Gjirokastër. Jo, mos më thuaj që ti je nga hund kuqi. Jo, jam le e rritur nga gjyshi, nga babaj, nga tërë me familje. Ua, çfarë telefonate nuk e besoj dot. Më në fund një hund kuqas na mori në telefon dhe po na e vërteton që po ky fshat ekziston. Ore, çfarë bëhet në hund kuq një herë? E pare punës purasere, faleminderit që e përmendet fshatin ton të hund kuqit. Problemi parë që ne kemi si qytetar të fshatit hund kuqas, është që unë ndryshe nga banorët e tjerë të hund kuqit, unë se kam hundën e kuqe. Ua, më falë, se më doli pak shu, po pse nuk e ke hundën e kuqe? Nuk e kam unë, nuk është të thënë që t'jesh nga hund kuqi do të patjetër të kesh hundën e kuqe. Jo, më falë, unë di që aty janë të gjithë me hund kuqe dhe ndoshta ti mos je i ardhur, ndoshta nuk je vendali. Jo, gaboni, por atëre, më ofendoni origjinën tani. Të jesh, unë kjo është një ndër konfliktet e mëdha që kam patur me ish banorët e hund kuqit. Me hund kuqasit, po? Po, ata pinin raki 3 ditën tani, hunda do s'kuqet nga rakia. Tani unë, nuk është se më pëlqen të pi rakin e dashur motër, edhe nuk e kam hundën e kuqe. Më fal, tani ti po thua që hund kuqasit janë me hund kuqe sepse pin shumë raki? Po, aktiviteti kryesor primar këtu pura e keni si sport? Është sport i vjetër në hund kuqas. Domethënë, pirja rakis këtu nuk ka ujë këtë e dashur. Këtu rakia është dhe ujë dhe bukë dhe gjellë, më kupton? Këtu me raki i mbajmë dhe qingjat, më kupton? Më falë edhe burimet tuaja ka raki? S'kemi burime ne kemi tapa dhe brima, ujë, aty ku s'del ujë dhe rakia. Të përshëndet Vini, DJ Vini të përshëndet me këtë këngën. Pura ser, faleminderit, sa se dëgjoj? Ja dëgjoje, moj raki. Ua, më preket e Vini. Unë vërtet se tira killa, po kjo kënga më godet në të të. Po mirë më falë, po thoje pak më përpara që edhe kafshët juve ju shjeni me raki? Qingja, lopët, delet, përveç pulave, se pulat po u ram raki pura sere. Qëfar ndodh? Po u ram raki pulave, ja hipën pula gjelit, jo gjeli pullës.
Po, e keni provuar domethënë, ka ndodhur kjo gjë? E kemi provuar. Mua des na hipi pula, mua po të them, pula nuk mbam, kupton, e ke parë pulën ku ja pre kokën 6% si budallaqe. Tani për asere, më kupton, pula nuk mban, kurse lopa po mban mirë, lopa. Mban lopa, ha? Po, qingji mban mirë, ris nuk japim raki rise, po i dam raki po në gjitha i në gjolin lartë në mal atje në ashu, po në gjithja si e në qafën. Okej, mirë, në rregull e kuptova, po më thuaj pak tani... Tani, edhe një ndër gjërat se ju e keni lënë pas dore, hund kuqin e dash. Po, prandaj, për këtë doja të pyesja. Akoma jemi banor, vërtet kanë qenë 200, por ne jemi akoma shumë banor. Keni qenë pra 200, dikur? 8 banor të rëndësishëm të mund kuqit. Wow, 8 banor. Po, kanë qenë 200, po tani janë 8. Atje në pill ka patur shumë, po i kanë prerë. Më falë se nuk të dëgjova ku, çfarë? Pillin e kanë prerë pemët e pillit, nuk janë më si më përpara, se kanë ndërtuar, kanë bërë gjëra atje në pill. Pemët e pyllit. Po, një ndër shqetësimet që kemi ne purasere në Viskuq është, po pse asë një banor në Big Brother në këtë emision kaq të ndekur, nuk është nga Gjirokastra ose nga Hund Kuqi. Në fakt shumë e vërtet kjo. Ne jemi qytetar, ne vërtet jemi në fshatra të thella të tilla, por ne kemi qytetarin brenda vetë. Mirë, më fal të bëj një pyetje. Ti e ke çuar në përmend që mund të futesh për shembull vetë në Big Brother? Unë jam një person që edhe këtu në Viskuq kam bërë dinamika. Kam bërë shumë dinamika në Viskuq, edhe nuk është se s'kam bërë. Jam tip që bëj dinamika purasere. Po mirë ma atëherë, ky Big Brother iku, vitin tjetër. Të kuq hundën njerë, që edhe të bje në sy më mirë, më kupton? Atëherë ti ke ko vitin tjetër, të skuqet edhe hunda, edhe të shkosh në Big Brother, pra. Sepse unë, duke qenë se pi rakin purasere, po mendoj të afus kokën në hundën në raki, që të më skuqen nga tempra nga aktivitet puraki. Po, në fakt edhe ky është një variant i mirë, ti shumë mirë e ke menduar. Po gruaja jote ka hundën e kuqe? Gruaja ime shkon në pill pret drut, edhe... Edhe ajo është e pasionuar pas punës me dru purasere. I godet fort, ka pasion që po, kemi figurat të ndryshme, kemi bërë dhe ledionin prej druri, e ka bërë gruaja ime. Ashtu, bravo. Po kalamajt e tu si janë kështu si natyrë? Ka bërë shumë mirë prej druri, ka bërë arbërin prej druri, se Shmikollaj Nedën e ka bërë prej druri. Po gjestin e keni bërë prej druri? E kemi bërë, po s'duke shumë. Dëgjoj, më fali, thuaj gruas të lutem bëj dhe Eglin që ti kemi çift, Gjestin dhe Eglin prej druri. Megjithatë, unë thjesht doja të pyesja. Atëherë kemi bërë, po i doli i vogël gruas, edhe po mendojmë ta bëjmë edhe një herë se më kupton por atëherë nuk e doli mirë për masa. Po dëgjoj, nëse nuk keni më pemë, ty i thuaj gruas, kalon në një fshat tjetër aty. Po ka pilli sa duash, më po doja se janë 1 kilometër, doja si këmba jo. Nuk i lodhet këmba jo, ha gjatë pin gjëra të ditën piraki. Këmbën e ka të madhe gruaja, këmbën e ka të madhe. E bën hapin e madh. Ka 43 i shput në këmbës ajo. Mashallah, ka hundën me dorë, mashallah. Hundën e ka më të kuqe se unë ajo, se ajo e ka pak qef rakin. Po kupton për asere. Ngredolia jo, bën gëzuar. Po, vini dorë thoj këtyre që bëjnë Big Brotherin, Ledionit, bashortes së ti, të marrin dhe qytetar nga Gjirokastra, se neve nuk kemi të pakët. Jo, absolutisht. Jemi të kulturuar, thoj Ledionit, thoj Starës. Patjetër. Ne njojmë familjarisht këta. Patjetër zotri, faleminderit. Ne do t'i vëmë në dieni, besoj që dhe ata e dëgjuan tani emisionin. Nga Hund Kuqi dhe nga Viskuqi, se ne kemi kushërim. Po ju jeni shumë. Jeni tuajt juve dhe të Viskuqit. Po të paktën ja 2 banor tjenë, Dëgjoj, të lutem tani se na mbaroi koha dhe duhet ta ndërpresim telefonatën. Unë të falenderoj shumë të fala familjes tënde dhe inshallah shtoheni dhe shumoheni në Hund Kuqin tuaj. Ishte një kënaqësi që folëm bashkë dhe ndave këtë moment kaq të bukur me ne. Faleminderit për atë. Na merr kur të duash sërish çdo të njëjtë nga ora 7 ne do të jemi sigurisht me telefonatat tona. Faleminderit për atë. Faleminderit gjithë
gjithë merat keni. I përshëndesim dhe i falenderojmë për punën e palodhur sepse Cubi, ajo që më bën përshtypje është mu Shqipëria me VIP-a. Të gjithë janë VIP-a, të gjithë janë fenomenë. Ma lexon mendimin, pikërisht te kjo do dilja dhe unë jemi lodhur nga ky muhabeti, VIP-i këtu, VIP-i atje, ky bëri këtë, ky bëri atë. Ka plasur VIP-i si pandemia Covidit dhe infektohen njerëzit, bëhet VIP tjetri sa kalon gjithë me ty. Domethënë, s'të flet më, thua ti ore po kyç pati. Ej Visian, është për VIP more? Është bën, u bën gjithë VIP-a dhe pastaj e di çfarë ndodh? Nuk marrin talentin, po marrin vetëm tangërllëkun. Marrin vetëm fjalën VIP. Po, edhe domethënë janë thjesht kanë marrë tangërllëkun. Edhe është kështu pastaj, është edhe me cep të syrit. Në një shoqëri ku ka shumë VIP-a dhe VIP-esha, është e rëndësishme që të falenderojmë njerëzit e thjesht. Njerëzit e vërtet të përditshmërisë të jetës, të cilët nuk e shohin veten si VIP, pa të cilët në fakt edhe këta VIP-at nuk do ishin, se në fakt janë këta të thjeshtë që punojnë fort për këto VIP-at që ne shohim. Edhe i falenderojmë, duke falenderuar ata, falenderojmë dëgjuesit tanë që kanë qëndruar besnik çdo të njëjtë dhe sidomos sot me neve. Kemi patur një puntat interesante, kemi folur pak dhe për Big Brotherin, duke qenë se të shtunën është finalja e madhe, finalja gjigande, dhe kujtojmë për gjithë ata që ndoshta në pamundësi për ta parë live do kenë mundësi ta dëgjojnë maratonën e kësaj puntate spektakolare. Do ju bëjmë dije që nga ora 19:00 deri në orën 21:00 do jetë tapeti kuq në Top Albania Radio. Një transmetim maraton ku do jenë prezantues kush, e mban mend vini kush do jenë? Ronaldo dhe Ksenia do jenë në tapetin e kuq, do prezantojnë dhe pastaj do të vazhdoj live-i deri në mesnatë, deri kur të mbaroj Big Brother. Kështu që mos thoni nuk kishim kohë për ta parë, se keni mundësinë për ta dëgjuar live në Top Albania Radio. Gjithashtu falenderojmë të gjithë, duke qenë se ne është mundësia e fundit që kemi për të folur për ta. Falenderojmë të gjithë banorët e Big Brotherit, të cilët kanë qenë në një farë forme edhe frymëzim për neve, për në emisionin ton Portokalli, po kanë qenë frymëzime edhe për shumë media, për shumë emisione të tjera në fakt, po, sepse i falenderojmë të gjithë pa përjashtim për rrugtimin e tyre. Bigu gjithmonë prodhon, po, pa diskutim. Dhe madje meqense dalim tek banorët e tjerë dhe vet këta të katërt po përpiqeshin të numëronin një ditë dhe nuk po ju dilte numri sakt. Një ditë, po, sepse ndoshta dhe harojnë tek këtu. Një ditë i nxorën 35, një ditë tjetër i nxorën 32. Dhe Rozi madje thoshte ore ku janë tre të tjerë që nxorën dje. Po de facto sa kanë qenë. Duhet ulemi ti numërojnë dhe ti tani kam përshtypjen. A na vjen informacion nga redaksia sa kanë qenë, ja të presim na vjen informacion. Elona Durë di me siguri, po do e presim pastaj të pyesim Elona. Pa diskutim. Elona di çdo gjë rreth tyre. Po, ajo Elonës nuk i shpëton asnjë gjë. Edhe ajo e komplimentojmë dhe Elona ka patur një maraton të gjatë për sa i përket Big Brotherit. Dhe gjithashtu falenderojmë dhe përshëndesim, pse jo, me qenë se kemi mundësinë. Ai nuk na ndëgjon se për momentin është jashtë shtetit, Ledionin. Falenderojmë dhe Ledionin për këtë sezon të Isha shumë serioze tash është ky jashtë shtetit që s'na dëgjon. Jashtë për momentin nuk na dëgjon. Gjithashtu përshëndesim dhe Sarën për punën fantastike që kanë bërë. Pash dhe skenën brapa, e thash çfarë, po. E di si duke skenat sub si raketë. Unë se kam parë, mos të gënjej kot. O të betohen gjanë si motor anije kozmike. Thjesht është kështu. Janë mbledhur ata të NASA-s aty tani dhe po punojnë. Gjan sigur gardhe Elon Musk me shok dhe kanë bërë këtë skenë duke super gjigande. Kanë kaq ditë që po punojnë. Përshëndesim gjithë mentorët e personazheve, autorët, i përshëndesim gjithë. Gjithashtu përshëndesim sepse janë shumë që nga regjia. Përshëndesim dhe i shokun tim nga Astiri, i cili nuk ka lidhje me këtë gjë. Ma të levani të mbarove ti. Si është Alamet Çuni, domethënë dhe e përshëndesim veçanti. Edhe inshallah s'ka më trafik tani Astiri në këtë moment. Tani gjithë personazhet do i përshëndes me një këngë që u shkon për shtat. Kryesisht atyre dyve, çiftit të Big Brotherit, Ledionit dhe Sarës, me një këngë e kënduar nga legjenda e muzikës, Sia. Dhe titulli i kësaj këngë Cubi. Elona Durë.
Uzi. Po Uzi është një armë, nuk e di nëse di. Ja, shpërtheu vini. Kjo. Po ku ka koleg më të mirë në botë se ju të dy më? Faleminderit të dashur. Se thonë që në këtë rrethin ton ka xhelozira, ka inate, ka çmira. Ja, pra si Visiani dhe si Cubi që më prezantojnë çdo herë me kaq shumë dashuri, nuk e kam ndier veten. Edhe është sinqert prezantim, nuk është nga ato. Po të duam shumë. Nuk është ato servilizmat që gjenë në dom. Nuk jemi me furça. Por Cubi vlen për të përmendur që Elona s'ka ardhur vetëm. Jo. Ka ardhur me një peshë të rëndë të medias. Peshë rëndësh në fjalë ka të rënd kandarin Elona. Diku në zgëlqet e cepit, nishitur me derë, ndodhet ai Olti Curri, i cili më pas deri. Olti Curri me peshë të rëndë ka në fjalë, në opinion, në mendim, çdo gjë. Por edhe në peshore, nuk është se. E mos e po zbret peshore, mashallah, mos Po shikoj, më mirë themi fjalë këqija që njerëzit shiqyr. Vazhdon tjetër ashtu, se po i tham që është dobësu e morim sysh edhe nuk i kam gjë. Unë kam puntatën e fundit sot të Big Brother Radio dhe kam zgjedhur ta mbyll me Qershin Vitort, që është Olti Curri, gjithashtu edhe Loredana, një nga vajzat e spikatura të këtij edicioni të 4 të Big Brother VIP, dhe mendoj që jemi një treshe shumë simpatike për të dhënë fundin një rrugtimi të gjatë 4 mujor për çdo mbrëmje gati në Top Radio. Para se ta mbyllësh dhe para se ne të ikim, në gjithë to 4 muaj, 4 muaj u bën. Holy crap. Elona, si ishte ky rrugtim për ty, domethënë si? Unë mendoj që ka qenë ndër më fantastikët, më dinamikët, me më shumë adrenalinë, me shumë energji. Jam shumë e lumtur që më janë përgjigjur të gjithë banorët që kanë lënë shtëpinë e Big Brother, sa kanë fatin e mirë që dalin shtunën edhe të hënën janë të kuna, po dalin të mërkurën, të martën dhe të mërkurën kanë qenë të kunë në studio dhe kanë patur mundësinë të marrë emocionet e para, ndjesitë e para post dalje. Klikimet i kanë patur mashallah, dëgjueshmëri lartë, shikueshmëri gjithashtu, dhe jam shumë e lumtur për një punë të mirë që kam bërë së bashku me kolegen Atalanta, gjithashtu me vajzat në web dhe gazetarët Mikela edhe Silvia, gjithë stafin e Dea Demalia, gjithashtu me në krye Ledionin, të cilin e kemi shqetësuar për çdo ditë gati të ftojmë, t'i themi, mund ta pyesim, mund ta bëjmë, por na ka lënë dorë të lirë për çdo gjë, edhe ndaj ka funksionuar, se kur merresh vesh shkojnë mirë gjërat. Tani me që ti je personi adekuat që mund pyesim, sa e ke ndjekur edhe nga afër edhe nëpërmjet banorëve, do të bëjmë 2 pyetje. Një do ta bëj Cubi, që është pyetja e arbrit tashmë, që kush Cubi? Pyetja e arbrit është kush mendon? Po unë nuk e kam lënë akoma as shpina se emisionin, mos ma bë këtë. Ja, ne do të bëjmë, do të marrë jeni emisionin tonë. Edhe një herë Elona tani, nuk e gashkon. Unë mendoj që këtë Big Brother e fiton Gjesti dhe Rozana. Ç'është kjo më, ç'është kjo përgjigje atalante, ç'është kjo përgjigje atalante mi Elona. Ne sot e kemi bërë kështu pyetjen me njëri tjetrin, kush mendon dhe kush do doje ti ta fiton? Jo, unë mendoj dhe dua ta fitoj Ne prandaj ti dam 2 mundësi, po ti s'doje, doje një Loredana. Doli. Tani Elona. Përgjigje e gabuar. Elona, lutesh tani një emisionin kështu sot. Hajde. Sa i nat më vjen që je ke ky emisioni dhe ke bë mungesa nga i tjetri. Shiko. Ai vjen ku i thot Bobi. O zemra ta fitoj, më i miri ta fitoj ku duan njerëzit votojnë, të gjithë votojmë, ne gjithë do japim, po për mua ka qenë një rrugtim fantastik. Të 4 finalistët janë ata që kanë parashikuar që në fillim edhe i kam përkrahur, i kam pëlqyer, i kam dashur. Duke qenë se kam bërë për çdo natë këtë punë, më vjen çik kështu, më vjen çik keq tani pikërisht, duke qenë se ti e ke bërë për natë këtë punë dhe di më tepër, ke një lloj, po themi nuhatje pak më të thellë se sa ne. Nuk të dha përgjigje pyetjen tënde. Pyetja tjetër. Kush është Big Brotheri më i mirë? Ky është Big Brother. Ky është për mua është ky Big Brotheri më i mirë. Pra ti mendon se ky është Big Brother? E ta justifikoj, se pak sekonda kemi. Për sa kohë kemi javë të tëra që mezi gjejmë finalistët dhe jo më fituesin, për mua kjo ka qenë shumë suspans, shumë intriguese, pra nëse në çdo vit e kemi gjetur javën e dytë, apo kemi thënë dyshja janë këto, apo e sigurt që e merr kjo. Ky është i pari Big Brother që ne 4 finalistët mezi bëm dhe mezi po gjejmë edhe fituesin. Ikim se vjen Elona. Elona vazhdon pastaj. Faleminderit që ndoj që të hapçun.